Policia e Sarandës ka finalizuar operacionin silenciatori duke ndërhyrë në kohë pas informacioneve të siguruara në rrugë operative për një aktivitet të dyshuar kriminal. Gjatë operacionit, 2 persona u kapën në flagrancë në fshatin 6 pranë një lokali teksa kishin nxjerrë nga automjeti 2 armë zjarri, pistoleta dhe qëndronin në prit në një zonë pa ndriçim. Në prangaran shtetasit me iniciale SM 32 vjeç, banues në Tiranë dhe shtetasi me iniciale AK 26 vjeç, banues në Kavaj. Sipas hetimeve paraprake, dyshohet se grupi kishte udhëtuar drejt Sarandës me qëllim kryerje në një vrasjeje. Në vijim të operacionit u arrestuan edhe 3 persona të tjerë me iniciale VH 20 vjeç, VP 31 vjeç dhe FB 21 vjeç, të akuzuar për veprën penale mos kallëzimi krimit. Gjatë kontrollit, policia sekuestroi 2 pistoleta, municion luftarak, 1 silenciator dhe 2 automjete që dyshohet se janë përdorur nga grupi. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë Saranë në bashkëpunim me forcën kombëtare të sigurisë njësia FIR. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave, identifikimin e objektivit të dyshuar dhe dokumentin ligjor të veprimtarisë së grupit.